Fermerët e Divjakës në këto ditë të tetorit janë në periudhën kulmore të vjeljes së prodhimit të perimeve të vjeshtës, ku zërat kryesor janë karrota, lakra kok, patatja e dytë, brokula, panxari i kuq, si dhe shumë perime të tjera. Kushtet klimatike dhe toksore të kësaj zone bën që cilësia e perimeve të jetë në standardet më të larta. Prodhimi i kësaj periudhe është tepër i bollshëm dhe çdo ditë në tregun e Divjakës dalin 10 ton perime, të cilat furnizojnë jo vetëm tregun vendas, por edhe atë rajonal. Fermerët përpos prodhimeve të bollshme dhe cilësisë së lartë të tyre kanë shqetësim mungesën e tregut për disa zëra të kulturave perimore, kryesisht të lakrës kok, por edhe perimeve të tjera, të cilat për shkak të shtimit të sipërfaqeve dhe mungesës së tregut aktualisht tregtohen me një çmim deri në 15% më të ulët të krahasuar me një vit më parë. Tregu ish bërë not fara, as lloj çmimi s'ka. Për çdo gjë po shitet tu ish zero asgjë. Po për shemb po e zëm ke lakra. E kemi marrë 45 lek. Le benzina këto nuk po llogaritën fare. Po kjo vetëm lakra është marrë 50 lek edhe po shitet 90 lek, 80 lek, 100 lek. Çfarë do fitoj fshatari me këtë? Asnjë. Kosta e prodhimeve shkon çik shtrenjtë fakt. Ne jemi detyruar të punojmë, po ka raste që edhe nuk dalim keq. Në Liverdisi ka raste që nganjëherë nuk marrim dot lek që hedhim vetë shpenzimet që bëjmë. Ne prodhimet i kemi shumë mirë me nëse i bëjmë vetë shërbimin, po kemi atë naftën i kemi shumë të larta në fakt. Plerat, çmimet janë shumë dobët deni men. Po se çfarë do bëhet nuk e di unë. Problem ne kemi patur dhe vazhdojmë të mbetet vetëm problemi i tregut, sepse tregtari një ditë e merr tamam me tregun e arsyeshëm, një ditë tjetër ajo e ul sa të dori. Fermerët kërkojnë ndihmën e shtetit që prodhimet e tyre të dalin me kosto sa më të ulët dhe të jenë konkurruese në treg.